Mira Murati zbulon Tinker, arma sekrete e inteligjencës artificiale për gjithë. Një nga figurat më të njohura të botës së inteligjencës artificiale shqiptaro-amerikania Mira Murati, ish drejtoresa e OpenAI, ka zbuluar produktin e parë të startupit të saj, Thinking Machines Lab. Ky produkt quhet Tinker, një mjet i ri që automatizon procesin kompleks të krijimit të modeleve të fuqishme të inteligjencës artificiale, duke bërë të mundur për kushdo që ndërtoj disa dhe të përshtat modele të avancuara pa pasur nevojë për superkompjutera apo ekipe të mëdha teknike. Tinker do ta bëjë shumë më lehtë për studiuesit, zhvilluesit dhe krijuesit e zakonshëm të punojnë me modelet më të avancuara në botë, ka Murati në intervistë për Wired. Mjeti i ri u lejon përdoruesve të personalizojnë modele ekzistuese si Llama nga Meta dhe Qwen nga Alibaba për trajnuar që të zgjidhin detyra specifike si ndihmë ligjore, shkrim kodi, përkthim, madje dhe analiza mjekësore. Startupi ka tërhequr tashmë $2 miliard investime dhe vlen $12 miliard pa pasur asnjë produkt deri tani. Kjo tregon besimin e madh që ka industria tek ekipi i Muratit, i cili përfshin edhe bashkëthemelues të OpenAI dhe ekspertë të nivelit të lartë në botë.